Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak u prezantua paketa fiskale 2026 me disa ndryshime për taksat dhe tarifat vendore. Drejtori i Tatim Taksave Donald Nushi foli për ndryshimet si rritja e komisionit nga 2% në 5% për ujësjellës, kanalizimet, taksa për familjet që duan të aplikojnë për leje ndërtimi, tarifa e parkimit të makinave me qera, për hapësirat publike me qera 1000 lek metër katror në ditë, administrimi ujitjes 1000 lek për hektar në vit për mirëmbajtjen e kanaleve e të tjerë. Ndryshimi i parë ka të bëjë pikërisht me komisionin që u përmendë nga kryetarja për shoqërinë ujësjellës, kanalizime SHA. Pika tjetër ka të bëjë me kostot mesatare, me një ndryshim në taksën e ndikimit në infrastrukturë, vetëm për ndërtimet një familjare, duke qenë se është rritur kosto mesatare e ndërtimit, kjo nga enti kombëtar i banesave. Ne propozojmë një ulje në këtë nivel taksimi nga 3% në 2%, duke qenë se kjo ndikon pikërisht në ato familje që duhet të aplikojnë për leje ndërtimi. Një ndryshim tjetër ka të bëjë me tarifën e parkimit të makinave me qera. Kemi një zë specifik që është 10.000 lekë të reja për mjet, duke qenë se edhe nga ju në mbledhjet e mëparshme të Këshillit është ngritur si shqetësim pjesa e makinave me qera. Bashkia është përgatitur një propozim se si do menaxhohet kjo gjë, si nuk do të lejohet makinat të ushtrojnë këtë aktivitet. Dhe për këtë arsye ne kemi propozuar ta heqim këtë tarifë, se nuk ka kuptim të ketë një tarifë makina me qera. Një propozim tjetër vjen nga ndërmarrja e pasurisë publike, ka të bëjë me administrimin e ujitjes dhe kullimit, dhe propozohet një nivel 1000 lekë për hektar për një tarifë e cila do të shërbejë për mirëmbajtjen e kanaleve. Një diçka tjetër ka të bëjë me ndryshimin në nivelin e gjobave të Policisë Bashkiake, brenda kufirit që ka vendosur ligji. Policia Bashkiake bën një propozim në disa masa administrative që të bëhet një ndryshim i vlerës në mënyrë që të shërbejnë për të arritur në ndërgjegjësimin e qytetarëve që të jenë sa më të rregullt. Debatet me tone të forta vazhduan mes kryetares së Bashkisë Eriselda Sefa dhe kryetarit të grupit të këshilltarëve të opozitës Çela, i cili vuri në dukje mungesën e shërbimeve për qytetarët, edhe pse pushteti vendor merr tarifat përkatëse. Gjithashtu edhe mungesën e barazisë në vënien e gjobave të ndryshme nga Policia Bashkiake. Në serviret një ndryshim i madh na vjen nga propozim nga Policia Bashkiake. I kam parë këto ditë dorë për dore me njëri tjetrin, dhe një gjoba. Na dalin deklarata na mburren se kemi arritje 130 gjoba deri tani. Dhe nga krau tjetër na thuhet pastaj që do të sensibilizojmë. Po këta nuk kam as i paraqysim, patjetër që ka dhe gjoba, kush është shkelës do marrin ndëshkimin që meriton. Por ama duhet bërë dhe kjo fushata sensibilizuese. Nuk duhet na fillohet tani këtu që na erdhi Zoti dhe po na zgjidh në lushje, se ne e kemi marrë drejt namni lepu, por nuk kemi dhe aq lepuj ne tani. Na importohen tani drejtues të Policisë Bashkiake dhe mburren ande nga shkojnë dhe na thonë që ne i bëm rrup supa ta lushnjarëve. Nuk janë aq lepuj lushnjarëve. Mos na shitin tani sikur po na zgjidhin hallet e mëdha këtu. Po, patjetër, ndëshkohet çdo kush, por ama po kanë këllë që ti ndëshkojnë gjithë. Po çat nënës e çat babës. Jo këtë lere se ky jo. Do marrim të tjetrin, këtë të vobekin, i vëmë gjobë, plotësojmë numrin e gjobave. Patjetër që s'kemi qëllim të ndëshkojmë qytetarët, nuk besoj që ka ndonjë qytetar i cili ka marrë një gjobë sepse ka qenë shumë brenda rregullave ligjore. Patjetër nëse ti ke raste të tilla, na i denonco. Nëse ke dhe raste kur qytetarët përkatës ne nuk i penalizojmë edhe kur shkelin ligjin, je shumë i lutur të na i sjellësh dhe të siguroj unë që do të merren masa ndaj atij punojësi. Se përmend edhe vet kur kryetarja nuk mban asnjë vend parkim dhe për makinën e saj, por rrotullohet edhe një orë për rreth pallatit derisa e gjen hapësirën e lirë, patjetër që të gjithë qytetarët jemi të barabartë përpara ligjit dhe përpara gjithë këtij qyteti. Në propozimin e materialit për lirimin e rrugëve dhe të hapësirave, do të jetë dhe propozimi për kartën e rezidentës. Në fund paketa fiskale 2026 u miratua me votat e mazhorancës.